Sot, që prej orës 4 të mëngjesit, kompania Gjoka Konstruksion ka prodhuar dhe ka vijuar prodhimin e asfaltit pas një pengesë, edhe pse nuk zotron një leje për zhvillimin e këtij aktiviteti. Kjo ka ndodhur pavarësisht protestave të përsëritura të banorëve, denoncimeve zyrtare dhe kundërshtimit të hapur gjatë digjesës publike të mbajtur nga Ministria e Mjedisit. E megjithatë, makineritë e Rock Gjokës nuk ndalen. Më skandalozja është se kjo fabrikë funksionon brenda një zone të mbrojtur, në zëmër të parkut kombëtar të Dajtit, dhe është kthyer në një kantier që i shërben interesat e oligarkut në dëm të komunitetit dhe natyrës. Disa pyetje kërkojnë përgjigje urgjente. Si është e mundur që një fabrikë funksionon brenda një parku kombëtar pa leje? Kush do të mbajë përgjegjësi për shkeljen e ligjit dhe dëmit mjedisor? Pse IKMT, Ministria e Mjedisit dhe Policia heshtin? A është parku i Dajtit një pasuri publike apo pronë private e Rock Gjokës, dhe pse shteti është i pafuqishëm përballë një njeriu të vetëm? Institucionet publike janë në urdhrat e oligarkisë. Ministria e Mjedisit bën sikur nuk sheh. IKMT-ja nuk guxon të shkojë, policia hesht. Shteti nuk është më garant i ligjit, por mburoj për më të pasurit dhe ata që janë me lidhje politike. Në këtë vend, ligji është armë kundër të varfërve dhe mburoj ndaj të pasurve. Çdo ditë që kalon pa veprim është një ditë më shumë turpi dhe braktisje nga shteti. Ky është realiteti i qeverisjes së oligarkëve, i qeverisjes së pakicës që i ka kthyer shpinën shumicës. Lëvizja Bash do të luftojë deri në fund për një shtet zhvillimor, social dhe të drejtë.